Jëm rrit pa dashni. Ma 17 vjetë e kom po për herë të parë babën tem. Kur e kom po për herë të parë, mu m'ka ra t'leg. Shumë pyetja e mi vetë, arsyem pse më keni lanë. 2 vjetë para se mi bo 18 vjetë mo me vliru për burgot. E posh, i ka cova që mi lidhe me një djallë. Nuk ka pos asnjë arsye brapa për me mre. A i ka ushtru dhumë fizike, të vazhdushme, brutale. Edhe gjatë shtazanis, edhe ma shtazanis, edhe gjatë kohës Leonis. Ka këtë morkën, thika do ta mës. Nuk kam as vlla, as bab, as non, as motër, as kërka nuk e kam. E ka marrë alti me qukët alti sa ka mujtë më ka rej. Sa ka mujtë. Dhe non stop thike që të alti e kom bli vesh me aty. Kom nevojë me një mu para se më bashkan gjithë të shumë shoqeve të mija që ka dek për burrav të ve. Përshëndetje mistemi dhe shikues të shqiptar që krejnë nga ona Arlindi. Sot në shtetin e Prishtinës mu taku me një vajzë 21 vjeçare e cila ka dashur me met anonime dhe pamja saj, po ashtu edhe emri dhe mbiemri saj. Bëhet fjalë për një 21 vjeçare e cila është rrit pa kujdesën e prindve dhe ka qenë viktime e dhunës familje nga ish bashkëshorti i saj. Fatkeqësisht i ka rënë martu në moshë shumë të re, diku në moshën 17 vjeçare. Po këto është vajza në fjalë me mua dhe ku më na kallëzu pak a shumë historinë e trisht jetës saj. Si je ai mirë? Mirë, faleminderit. Me shëndet familja? Mirë, faleminderit. Më vjen mirë. Më tregon çysh je rrit? Familja jame nuk u kon e lumtur se krejt fëmijët e tjerë. Jëm rrit pa dashni. Kur i kom pas 6 muaj, babi jam fatkeqësisht u hi në burg. E ka vrarë gardianin, edhe u dënu 17 vjetë. Une prej asoj kohë deri në 6 vjetë e gjys, une kom jetu me momin tem. Kena jetu pak të familja e momit, pak të familja e babit. Ajo ku konë shumë e vështirë, ka pas shumë lëtë, dhimbje, mungesë. Edhe diri kur i buna 6 vjetë i gjys, kur babi thirrën në telefon, momin, edhe i ka thonë që ikem të shtëpia vetë. Edhe momi u detyru me më lanë. Gjatë asoj kohë jemi konë edhe me momin në Strejmorin në Mitrovic. Kemi qëndru, nuk e dija 3 muja, 6 muj se ka kalu shumë kohë. Momi ka menu me shku në Strejmore, mos po mune ta di me fitu kujdestarin tem, por nuk ka ndryshu kur qa. Edhe më ka lënë në kujdesarin e Ogjit. Në atë kohë unë kom jetu edhe të Ogji edhe të gjyshi shpis, të njëtën ku kom jetu. Ajo kohë konë shumë vështirë, mungesa e prindërve, fjallët, dhuna, qesëm prej shpis, je junja. Edhe shpit e baba? Po. Dush me në ngu, oj ku ngu, që kam kanë thonë, ju më kone me pa tjetër më ngu, se për ndryshe e kom ditë që veç në rrugë dalë. Edhe e kom kry shkollën, fillore, hina shkollë mesme, gjatë asoj kohë momi të nkuën orë edhe në shkollë, edhe të Ogji, jëm shku të teze, të dojtë, ka marë, momi gjithmonë nuk ka hek, adin asë njëherë s'ka hek dorë për meje. Babi gjatë asoj kohë pas në telefon që më ka thirë. Njëherë në 2 vjetë, njëherë në 3 vjetë, unë ato se kom po asë njëherë. Ma 17 vjetë e kom po për herë të parë babën tem. Kur e kom po për herë të parë, mu m'ka ra t'leg. Se jom të rëndit, kisha shumë pyetje pa përgjigje, kisha shumë pyetje e mi vetë, arsyem pse më keni lanë, se kom meritu. Edhe 2 vjetë para se mi bo 18 vjetë mo me vliru për burgot. E posh, i ka cova që mi lidhe me një djallë. Jem ka du mu martu, me kryu familje, me pos një jetë lumëtër, me konë të njëtër bashkë, mos mu do asë njerë. Fëmijët e mi mos mu rrit pa prezencën e prindërve. Se asë njerë verin e babës e nonës, sa nuk mërit me ta zëvëcu kërkosh, sa du të mira me t'i folë. Edhe u martova me këtë djallin, fillim gjithë të selëm konë mirë. Sele tani ka ndryshu, me njerë mas një javë, gjysve një javë. Nuk ka do rosti parë, që ma ka ishu plak. Nuk ka pos asë një arsye brapa për me mre. Javën e parë martesës? Po, edhe unë ja fola, kure ka ndodhaj selullet me rova, se i kum di që si të re njerë, a i s'ko më nëllë asë njerë të re.
A I tha nuk ndodh ma, kom gabu, ndodh pa vetia, edhe unë ashtu e mura, thash nashta nuk kam ndodh ma asnjëherë, po fatkeqësisht ka ndodh. Mas 2 mujve, ju me qëta zonë djallë, mas 2 mujve martes, ju me qëta zonë djallë edhe aty ku konduna edhe ma e keqe. Sidomos një gru kur është 7 zonë ka nevoj për përkujdesje, për përkdheljen e burrit me pas pranë, se I nuk jetë gjendjet mirë emocionale, hormonet. A I ka ushtru dhumë fizike, të vazhdueshme, brutale, edhe gjatë shtazanis, edhe ma shtazanis, edhe gjatë kohës Leonis. E morëm vesh gjinin, krejt mirë, a I të kuën, të mës, të vlaja, do ta mës djallin, ma kap këtë morkën, thekja do ta mës, u bëjke nervoz me shok, reke mu, nuk ku të qasë mi thonë pse, as kur gjo, se s'kom pos përkraje, s'kom pos familje, nuk kam as vla, as bob, as non, as mutër, as kërka nuk e kam. Edhe rasti por e linda djallin, edhe që me ftuf kështë, kur I ka pas djallin 3 muj, vetë pse I kom thonë, apo me shku me po gjyshin, se që ju mbrit me ta, ma ka bo vështuj edhe një herë dhe ka kom djallin ka dosht me gjupi dritares. E kam bo kry familja e tina, I kam thonë gra mësë mose, bo në I gjuna I dik. Djallin ka pas 3 muj, edhe vesh ma bëjke vesh livrit edhe eshe, nuk u të shas me livrit se të qa me gjun djallin. Edhe kum dëru, edhe ja fola se s'ku pos për kroje. Ka vazhdu dhuna e jetë, edhe pi motrave tina e që m'ka rredh për nonës vetë. E kum dëru se kum mënu që nashta ndryshon, dhe shajri nashta ndryshon, ka gabu. Edhe pse shisha që kur fal gabimin nuk më bone, ju më dorë prej vetës, ju më nuk të na gjut, më full me ta, me ja fal, më kuptu, me pas një marrëveshje të mirë, pa I nuk ka dosht. Rasti por ka ndodhë kur I ka pas djalli 8 muj, me 13 shkurt vitit 2023, ka ndodhë rasti por kur vetën e ka thimë policit, ka thonë hajde nëse e kum rej grunë. Qështu ka ndodhur, në policia na kanë marrë, më kanë po mu gjakës, djali vogël, dukajt, nga nana kanë qunë stacion, unë jam shku në qendër për mbrojtjen e grave dhe fëmijëve në Urpian, se nuk kom pas ku me shku në Shrejmure, dhe më thonë jam shku, bashkë me djallin, ato e kanë dërgu në bërë, kanë e 4 muj det, 2 muj këm në Shrejmure, mas 2 muj dite ju më falë, I ka shqu ndërmjetësus, vllaznia e vetë, vlovi vetë ka thonë ktheu se nuk guxon ai më me të prek, nuk guxon me n'guc edhe ja kum fal. Për hatër dashnis, për hatër djalet, për të hatër familjes që kena kriju, me shpresën që kam ndryshu. Ja fola, rasti fundit nuk ka ndodhur shumë prej rasti dytë, nuk u konë që ka pas naj indiferent madhe me një em shtatur që aty viti ka ndodhur rasti I dytë për bjen. Edhe njëjt, edhe aty synin, do më thonë që I kanë edhe fotografi, datat, policia, krejt I kanë mjekësia ligjurit që I kanë bo analizat, u vërtetu që as një sen, adi nuk këm rejt, edhe e fola pet, nuk ishtë sociale, as kërkosh nuk këm pas për kraje për kërkunaj, ata theshin të me ta pagu familja, në familje nuk kam, nuk këm pas as pare, as dukat për me qit, për me mujt me bos gjivje për vete. E fola, ndodhi rasti tret kur ka ndodhur ka rasti ma brutal najherë që ka mujt me ndodhur, ku ma ka I 8 herë me gut komës fytyrë derisa më ka qit klik. Kur më ka qu mas 2 dite se qa disë më ka qu në emergjens, vetë pse I kom thona apo vjen e qujna djallin të mjeko, se I ka hyp temperatura 40, kur e kena qu me të mjeku me tëm, që ashtu me shej, kam po mjekët, kam thonë a do në thirën policin, nuk më gudzu me thirën policin. S'kom gudu se kom ditë që s'kam ku shkaj. Vetë apet se apet po do të më këty se s'po kam zgjidhje. Edhe e kontrollu në djallin, tha si pasu e soj ju kanë ullë dhe rojët e zemras. Mas 2 ditëve më ka qu në emergjenca dhe më ka shti me rej që kishin më mëzun plaka. Se syni move që ja kish nisë më mu paksu shikimi, si do më thonë edhe nuflën që ma ka thy. Edhe ku na ka marrë ndur raste raportuan policie krejt, ku na ka marrë prokurorin pyetje I na kon ullën qyshte. Edhe ai ka thonë ju në nuk e kom rej, po djali ja ka hi me shishe në ftyrë.
kur kena konë emergjencë ka thonë ploka, kur kena shku prokurori ka thonë djali ja ka i me shishë në tyrë. Prokurori tha nuk është e vërtet, shka mu djali 3 vjetë me ja i me shishë në tyrë. Edhe unë i kom thonë, jo nuk u kun që është kjo më ka rejt 8 herë me gut komës, diri sa më ka qitë legë. Mami beti ka rujt dritarën, mos po vjen policia, gjyshi i djalit, e ka marrë djalin edhe ka largu në dhumën tjetër, diri sa e ka kry okten. Diri mo ku ndodhe rasti fundit, që mo për të ilkurës nuk di ku dalë mo. One kam nevoj shumë për juve, rasti fundit ka ndodhë me Alti. Ka kthejna pri punës, më ka thirrë në telefon, ma ka bo hajdi të shtëpia, i kom thirrë në telefon, i kom thonë çka po mi u ble, ka thonë kur gja, veç ka thonë hajdi në shtëpi. Si shkuva në shtëpi, vrejva atmosferën e shtëpisë edhe dita që diçka ka ndodhë. Se djali kajke edhe i shkon dera me dry, edhe djali ka qelë derën. Një më hi mrena, kur i mi mrena i shkon dhumë ku kena flejt, dhumë gjumit, ai vjera i shkon në salon, kur i mi edhe veç i kom po që është u kojt edhe ftyrën koq, këne i ka pos 4 gishta dhe i kom thonë mam qka u bo, qka ndodhe, qa ndryshaj, tham ka rrej, tha gramusi, ta nuk për mulla mo me dru, tham ka rrej, mu djallin a ka mbytu la rrej, edhe nuk i kom thonë kur gju, edhe veç i më shku direkt e dhomë të aj, edhe i kom thonë gramat qka u bo me ty, qka është puna jote që për shdo dit për mbrej mu, për rejnalën tonë, djallin, tha veç kam ju my, kam ju dirë do gjak që të, kam ju mby tonëve, edhe posh që është u bo nervaz dhe më shku direkt në salon. Veç kur e kom një që ka gjuj me Alti, kur nuk e gjithi, a ka gjuj pi dritarës banjës, a pi dritarës dhumës. Me qatë Alti e ardhë në salon, e ka lonë me tavëllin bukës, i ka hi mas fori momit vet, i ka hi shuplaka, 2 shuplaka e ka donë asaj, edhe ka marrë Altin, e ka aty që shukon, e ka lopsi u kon të shënu, djali u kon të shënu ati me lapsën fleture, edhe ja ka marrë lopsin djalit edhe sa ka mujt me lapsën kry, ma ka hi. Deri sa u thy lopsi ma, so më ne kemë mashtin në kry. E ka marrë Altin me qukët Altin sa ka mujt më ka rej, sa ka mujt. Edhe vështiki kom ju myt tonëve, edhe në stop thike që t'Alti e kom bli veç me të vratu, veç me të vratu. Edhe unë u të merrova veç e preqa kur po më vronë, apo më vronë qitash, apo më vronë edhe pak. Edhe ma ka kop durën, ja ka kop durën edhe djallit edhe na ka gju të dyve për tavoline. Bashkë me djallit, bashkë na ka rrit të treve, vjerën mu djallin. Edhe ajo shku në dëmë gjumit. Kur shku në dëmë gjumit e ka morë edhe Altin e ka lonë qështë edhe reke shujke me t'i ka në telefon. Edhe veç që plet këtë me thonë kur po vjen më mvro mu djallin edhe nonën e tinaj. E kom po që nuk është u ardhë, mami vetë tha, hajdi ikom, tha shku mam, ajo thë keme shku në polici. Kom thonë mam kapet i djallin se kjo e ka bo njët me mbro mu, e bile djallin mos të shedhe që sen, se bol ka po, mos shemo. Tha ju, tha nuk lo, tha ty kur vetën, edhe e kom kop djallin, ajo ka nejtë që atë në shpe, e kom kop djallin në mikë për balkonin në Qeropa. Kësa ku mu i kom go drejtën polici, kërët por kër ja kom qitë dorën nuk u nalë. Kërë dytë, u nalë ma ka bo motër na jena të orë për aeroportit. I kom tonë, s'disha as me full, vish i kom tonë, no qëm një vërti polici se o ka do me mytë. Hale para se me mriju në polici, a vish se i shkoll mas me me Alti të mjekë. Edhe më kanë morë policia, më kanë morë pytje, e kanë morë tani edhe ato, mas 10 minuta më kardë edhe avokati tinaj, edhe ta shtone e kom morë që si bëdrëm, si banisa për ne. Që sa kur e rinda? Që 3 javë, jemi hi për 3 javë, po. Dhe me thonë, te nuk i kini edhe më këthy për apëtari? Jo, asë një herë, arsyeja vetë me pse unë këthy të ajo konë se s'kom pas për kraje. O ne për shta kom vendusë dhe me dollë të jo, publikisht, me basturi publike, çdo organizat, çdo person që e din që i ka mundësit edhe që mënet me ndihmu, kam nevojë sot ma shumë se kur për juve. Kam nevojë me ndihmu para se me bashkëndijtë të shumë shoqeve të mia që ka tek pi burrav të ve. Nuk e di qa me thonë ma shumë, moli me ardhe me po dhe vend që e tjeni juve, me krejt venim rena qëtë, ku jam të nu. Tja nuk është as e banushme, është ftaft, kur po vjen shi po e nu i mrena. Shumë e vështirë, o plosën jam veç vetë, nuk e kam kërkall. Dyshosh kur e kiti kanë, për ne të mbështet emocionalisht. Hiç nëse së mbështet financiarisht, për ne të mbështet emocionalisht, nësë me kam kërkall. Sa po moj i pungajnë për letra, talaot, po kur që nuk jetë të bo, hetë sel.
Që të përdrëm jetën që 3 javë dhe më thonë? Po, që të? A pagun qira? Po, qëra ja u ko 150, ma kalon 100 euro. Që të me t'jarë për mlu me 4-5 janë gola, që të për rina. Qa me bo? A punën diçka? Kom punu ma ere tash t'i ju, s'më këtë as me punu, e ka mu dërmbrujtje, në pse ka mu dërmbrujtje në apeta, e pëthirë telefon. E njejta, u dërmbrujtja është veç letër, kur që ma shumë nuk është. Kom nevoj për një investrejmë sigurt, që se vëshmarova t'u go me djallë të vogër, djalli 3 vjetë. Kom nevoj për një investrejmë sigurt që me mujt me siguru tani edhe qerdhen edhe me him punë, mu stabilizu me jetën. Mos më kam përkraje, për qëtatë kom thirë edhe ty, me dalë publikisht, me posturje publike, me po qëtë përsen. Te ki ma shumë dhe nevoj për një strehem. Po, për një vestrejmë sigurt. Nuk kam, o shpresa e fundit është jo, nuk kam as një shpresë tjetër. Krejt shpresat unë i kam në ty edhe krejt njerëzit që e shohin që të video. Shikus dhe rumë, na jemi këto edhe fizikisht edhe paka shumë e pajtëm edhe para se me një zgjerimeve gjeni se ku është të jetu kjo vojzë. Me vërtet ka shumë nevoj për një strehemi se një me është shumë ftoft, edhe pse është kuha jashtë me shi. Jo të cilët e dim që shqiptarët janë vullnetit mirë edhe e dim që shqiptari për shqiptarin bën shumë. Kjo vojza për një me sot ka nevoj për shqiptarët vullnetit mirë. Të pakten në mujtë me asiguru një strehem sa do të vogël ose sa do të madh, një strehem me do kushte pak më të mira, se për një me e ka gjendjen të mërshme. Po tash e keni po dhe pamjet se në çfarë gjendje është edhe ky podrom, se ku shtojnë për momentin kjo vojza. Kjo është, këtë krejt bureve që kanë gjithë që tu, se krejt betan është, krejt betan është. Krejtve që kanë gjithë që më duk kështë ma në mirë, se krejt betan është. Uji bonajnë mrena, aftaft. Unë të përshëndes edhe të kërkoj folje që të mora kohë, edhe ndoshta të kërkoj shumë folje edhe se ndoshta të qela prap plakët e njëjta që i pos. Të kërkoj shumë folje, e dosh Zoti inshallah kena mu po prap. Faleminderit shumë që keni gjithë kuel. Shihemi prap, shpresoj me të po me një vend më të mirë se çfarë. Inshallah, faleminderit shumë, faleminderit për juve, për këtë njerëzit që e shohin, që kanë marrë kohën me bo këtë intervistë. Shikus dhe rum, kaq kishin për sot, e deri herave tjera mirë mbeqit.